7 vite. Jurgis Qyrbja u shpall fajtor për tregtim të sekretit shtetëror, pra praktikisht tradhtin dhe dheut që ka me 3 vite. Bravo! Wow. Ndërkohë, në disa episode e ka tregtuar sekretin shtetëror, ka përkrahur autorin e krimit në 4 episode dhe korrupsion në zgjedhje. Nga i cili ka përfituar Edi Rama, por nuk ka lidhje në mënyrë të drejtë për drejtë Edi Rama. Nuk ka fare lidhje. Ndërkohë, Altin Hajri akuzohet për korrupsion në zgjedhje, tregtim sekreti shtetëror, ndërsa Ahmet Masha tregim sekreti dhe përkrahjet autorit të krimit. Në seancë u lexua versioni i shkurtuar i pretencës në prani të medjave. Sipas prokurorit Adnan Xholi, ka të dhëna sekrete që janë ende në hetim dhe nuk mund të bëhen publike. Po ai u dënua përfundimisht si janë gjëra ende në hetim apo varja. Sa i përket akuzës për nxjerrjen e sekretit, avokati Ilir Muradi deklaroi se Qyrbja në Komisionin e Sigurisë ka qenë antar zëvendësues dhe nuk ka pasur certifikat sigurie nga DSIK-ja. Shumë e shëmtuar, por në mënyrë shumë elegante, po përcillet një mega skandal i neveritshëm si ky, ku njerëz të zgjedhur me votën e qytetarëve dhe këtu me votë qytetarësh në kuptova mbështetjen e grupeve mafioze, tregtojnë sekrete shtetërore dhe dënohen me 2 vite burg, me 2 vite burg, duke tradhtuar shtetin, besimin e qytetarëve, republikën, kushtetutën, dhe gjitha kjo për vetëm 2 vite burg. Çfarë tjetër dënohet me 2 vite burg? Po të bësh një aksident rrugor me 2 vite, me i ha 3 të paktën. Po, të paktën po. Një Ngarja makinën gjendje dheur 3 vjet, tradh